Pse ma kthen shpinën jeta ime, si nuk e ndjen këtë boqim, dhimbjet o fshamat e mia kur ndërën moti. Pash besën më thuaj, si kur të ken len veshet syt. E sheh zogun e dek të thyra si dergjet me vjet. E sheh nga lengu i lotëve janë qelur filiza. E sheh përrend si gurgullojnë, rëkëllima gurësh, gërvima zbresin nga maja shkëllëzenit. Në lot deti lëndrojnë anije një ekipazh 2588 shpirta. Në djerës të ballit janë rritur djepa, lisa janë rritur, thik deri në qiell. E ti nuk i jep pes pare jeta ime. Sa kokfort që jehoj, pash tokë, qiell e det jeta ime. Mos na kthe shpinën. Janë vargje që më thellojnë në botën e mendimit. O shkrenari me pas poet tillë, edhe nuk duhet asnjëherë mu zvetnu vepra tyne, po duhet mu fuqizu vepra tyne edhe mundësisht me mujtë më shku rrugës tyne. Fez, tregu po ofron një laramani të poetëve dhe krijuesve. Në mitingun e poezisë, me që është një ngjarje e cila ka për masa të mëdha, por kemi fatin ta kemi edhe ne në Gjakov të organizuar çdo vit, po dalin në pa poet të ndryshëm. Jo ata të cilët përgjatë vitit ndoshta duket sikur janë heshtur. A do thotë kjo se krijuesit duhet bëjnë përpjekje që të jenë shumë origjinal në shkrimin e tyre, që vargu, proza, poezia, cila do qoftë ajo që e ka servuar, të jetë më afatgjate? Tash për shembull, rrjetet sociale ju kanë ofruar mundësi gjithkujt për më shkruar, për më marrë me lloje të ndryshme të art. Kuptohet. Fatkeqësisht, origjinaliteti shpeshherë po zbehet edhe për jetë jashtë. Për me kriju poezi të mirëfillt edhe art të mirëfillt, nuk është edhe e lehtë. Domethënë, duhet me pas një përvojë të shkrimit, me pas një përvojë të leximit, edhe ta